Horoskopi mujor, maj 2025, dashi, një muaj plot pasion dhe ngjyra, hiperaktiv në fazën e parë, me zhvillime shumë të mira në pjesën praktike dhe me detyrime ekonomike që zgjidhen lehtësisht për shkak të bashkimit të Venusi me Neptunin. Pjesa sociale do të jetë me ritme të përshpejtuara. Në pjesën e fundit të muajit do ta gjeni veten si shpirti i shoqërisë dhe grupit. Me Marsin tek Luanët duhet të jetë prioritet puna sepse kanë një trekëndër shumë të bukur tek Mërkuri, tek Vetja me Jupiterin, tek Binjakët që nga mesi i kësaj jave. Vazhdoni të keni prioritet zhvillimet në drejtim të karrierës dhe punës. Fizikisht do të ndiheni mirë. Demi kanë Uranin me vete, do të shkoj aty edhe Mërkuri në datën 11, cikli hënor do të nisin ishte mbi demat. Kjo bën që prioritetet të mbeten riorganizimet e duhura në agent për pjesën praktike punën. Do të ketë dakordsi dhe ujdira, një pjesë e mirë do të kenë dhe firmosje të rëndësishme. Kjo në shërbim të stabilitetit për të cilin po luftoni. Me Venusin në hyrje me Neptunin do të ketë entuziazëm tek pjesa emocionale. Shumë pa kujdes me shëndetin, vetëm ditët e para të muajit, më pas do të jeni të lehtësuar. Binjakët, Jupiteri është në hyrje trekëndore me Mërkurin pas 3-4 ditësh, bën të mundur që për një javë resht. Nga mesi i kësaj jave do të ketë mundësi të bëjnë diskutime apo të marrin vendime të rëndësishme. Ky Jupiter do të qëndrojë tek Binjakët deri në datën 9. Mund të duket pak jo e qartë situata, por është shumë e rëndësishme që vendimet si ndërim pune apo biznesi apo investim të marrin guxim dhe ta bëjnë. Kur Jupiteri të kalojë te Gaforia, i ngelet vetëm për të korrur çfarë keni mbjell. Venusi te Neptuni ju ndihmon dhe ndikon pak në buzëqeshje në jetën sociale. Kujdes me shëndetin, sa më shumë i afroheni muajit, çdo lloj problematike shënon mbyllje në një kapitulli drejt mbylljes përfundimtare. Gaforia. Marsi te Luanët, Saturni te Peshqit, Mërkuri në hyrje trekëndore me Jupiterin te ata. Nuk do të ndihen më entuziast, më energjik. Pavarësisht se prilli nuk ishte i qartë, pjesa e parë e muajit ka një ndjesi që duan të arrijnë me patjetër çfarë duan në anën profesionale. Do të kenë një presion ndaj bashkëpunëtorëve për të marrë maksimumin në karrierë dhe mirë do të bëjnë, zhvillimet do të vendosen gjatë majit. Në datën 25 Saturni kalon tek Maji dhe gjërat bëhen më të ngurta dhe statike. Në drejtim të dashurisë duket sikur nuk janë Terezi në pjesën e parë të muajit. Luani, me Marsin tek Vetja, gjithë muajin, deri në 10 ditën e parë të qershorit, bën të mundur që lëvizjet, diskutimet, sqarimet, zgjidhjet e çështjeve të familjes, çështje pagesash, përshpejtohen dhe zgjidhen me lehtësi. Në brendësi të muajit me Mërkurin tek Demat, kthehet prioritet Saturni tyre. Të gjithë luanët do të gjenë veten ose për të mbrojtur ose lartësuar emrin e tyre. Saturni social del prioritet. Del me familjen statusi social. Megjithatë, detyrimet familjare janë të pashmangshme, por pas datës 25 maj marrin zgjidhje. Rezulton muaj që ka lodhje, por ka shkëlqim. Virgjëresha, në një pozicion të rëndësishëm të hyrjeve planetare, por deri në datën 25 maj do të merren me të njëjtat impenjime që janë marrë përgjatë prillit. Kontrata do të firmosen në 10 ditën e parë të muajit maj. Kanë përmbyllje dhe vendosje përfundimtare do të jenë shumë të rëndësishme për ju për të lënë pas pikpyetje të dimrit. Do të ndiheni të lehtësuar, kjo do duket edhe në mënyrën si do të ndihen në raport me emocionet e tyre. Do të jetë një muaj shumë i rëndësishëm, një pjesë e madhe virgjëreshës do të ndryshojë karrierë ose formacion emocional. Do të ketë një vendosje ndryshe në profesion, mbyll një fazë dhe në ditët e paraqershorit ka nisjet e tjera. Për shëndetin do të ketë shqetësime të vogla. Peshorja, me Venusin përballë, është e sigurt që do të shiheni shumë më bukur nga të tjerët. Me Venusin Neptun do të zgjidhin problematikat në familje me lehtësi në pjesën e parë të muajit. Ata që kanë pasur pikpyetje në çift do të afrohen shumë. Të lindurit në fillim të shenjës do të kenë fat me flirtin. Prioritet çështja e karrierës. Ekonomia ka një optimizëm nisur që nesër, por mund të shërbej vetëm për heqje detyrimesh në fillim të muajit. Në fund të muajit do flasim ndryshe. Akrepi,
janë të detyruar gjatë majit të pranojnë ndryshime në lidhje me bashkëpunëtorët. Tendenca e tyre për të pasur ekuilibra në familje dhe në punë është domosdoshmëri dhe pavarësisht të vështirësive, do të kenë dëshirën e mirë dhe këmbguljen përballen dhe ta zgjidhin me sukses. Nuk do të mungojnë vështirësitë, por jeni të vendosur për t'i zgjidhur. Vetbesimi është shumë i mirë, por me Mërkurin tek demat kanë argumentet që u duhen. Në datën 12 Mërkuri shkon ballë për ballë tyre. Drejt fundit të majit bashkohet me Uranin. Në pjesën e fundit ndryshimet nuk do t'i shmangni dot. Saturni tek Peshqit lehtëson pjesën e humorit në të përditshmen. Nuk është natyra e Akrepit të pranoj shtyrje ose vonesa, por u mësua të respektoj faktorin kohë, u mësua të veproj më i pjekur. Shigjetari, një muaj zgjidhës në çështje familjare dhe raportet në çift ka të bëjë me zgjidhjen e problematikave që ka dashuria, qoftë konflikte të vjetra apo të reja. Nga nesër kjo del prioritet sepse Venusi tek Dashi është gjithë muajin. Me largimin e Saturnit në fundin e muajit është një ndryshim i jashtëzakonshëm dhe i madh tek shija e të përditshmes tuaj. Do të jeni më optimist, nuk do të ekzistojnë më ngecjet në anën profesionale dhe punë. Kjo ka qenë një shije që i ka lodhur prej 2 vitesh pengesat në punë. Të lindurit në fund të shenjës do të kenë një favor të madh në zhvillimet e jashtëzakonshme. Nga 25 maj në 9 qershor, kujdes rreth datës 20-22 me lëvizjet në agjend. Bricjapi, familja, dashuria, ngrohtësia, rahatia në ambientet e shtëpisë është shija dhe ajo me të cilën do të merren dhe do të impenjohen gjatë gjithë majit. Nuk do të ketë ngarkesa, por nuk ka lidhje me shijen e logjikës që kishte fillimi i vitit. Në agjendën e tyre largimi Saturni do të jetë lehtësues. Jo shumë komod Mërkuri tek Dashi në qartësimin profesional, por do të ndryshoj pasi të kaloj Mërkuri tek Demat në 11 maj, të lehtësuar edhe në çështjet ekonomike pavarësisht shqetësimeve që nuk mungojnë në shtëpi. Ujori, Venusi tek Dashi është shumë favorizues, minimalisht do të ndryshoj këndvështrimin, do e gjejnë veten empatik dhe dhurues, do të jenë në ndihmë të njerëzve që duan. Plutoni kthehet në të kundërt javën e ardhshme, bën të mundur që sado të vështirë ta kenë qenë çështjet e tyre në punë, do të jenë shumë lehtësuese. Kthimi i Plutonit do të jetë një shije shumë e fortë që në fillim të muajit. Kujdes me mënyrën si shpenzoni lekët tuaja që në momentin që Mërkuri shkon tek Demi në 11 maj, edhe me lëvizjet konkrete kërkon kujdes. Rreth datës 20 nuk ka vend për të nxituar. Peshqit, që në ditët e para do të shijojnë përmirësimin e ekonomisë ose zgjidhja një çështje të çuditshme, jo shumë të qartë në lidhje me lekun. Pavarësisht optimizmit në ditët e para, nuk duhet të harrojnë që të menaxhojnë shumë mirë shpenzimet, sepse kanë tendencë të kalojnë në egzagerim të shpenzimeve. Është muaj që ka stabilitet, por nuk plotson pritshmëritë e tyre në nivelin që presin në lidhjet me ekonominë. Venusi në hyrje të drejtë për drejtë me Neptunin nxit pjesën sociale dhe u jep mundësinë të diferencohen nga masa në kreativitet. Largimi i Saturnit është një ndryshim shumë i madh në pjesën e shëndetit, nuk do të kenë më përplasje, do të lehtësohen shumë në çështjet e fizikut.